pas nevojë për një koalicion qeverisës, mirë për njëjtë edhe me këtë rezultat do të ketë nevojë për një koalicion qeverisës, pasi që hapi i parë, pasi të themelohet kuvendi, është zgjedhja presidentit, dhe nëse nuk ke marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, atëherë s'ke ku të shkosh. Unë besoj që vetëvendosje ka më shumë me mbri numër deputetësh që me komunitetet ka më shumë me bo qeverin vetë. Nuk vjen radha e qeverisë nëse nuk zgjedhet presidenti. Jo, proceduralisht mas pari zgjedhet parlamentari, konstituohet kuvendi, zgjedhet qeveria. Jo, ashtu nuk është. Na ta e bojnë, ta, ashtu s'është. Ashtu s'është. Nuk ka një procedurë që të precedent. Kemi patur një situatë të tillë realisht deri tani. Në aspekti ligjor na shton jep një perspektivë. Jo, ka precedente. Nuk është e përcaktuar në kushtetutë. Ka precedente. Qysh është zgjedh Vjosa Osmani presidente? Unë mendoj që ndoshta më mirë do të ishte në kohën kur Vjosa Osmani është zgjedhur presidente, na s'kem pas president. Kena pas ushtrues detyrë president që kem tash. Edhe qeveria është formu para seancës për presidentin. Kështu që unë besoj që është një rrugë qysh duhet me shku, çfarë havash duhet me është një rrugë mirë, është një rrugë që kemi po para 5 vjetë. Logjika e institucionit më të lartë, që njihet institucioni i zyrës së presidentit, do duhet zgjedhur e para. Nga kjo logjik si mund ta zgjedhësh presidentin për kuvend. Le ta shtroj një pyetje. Jo, s'janë zgjedhje për qeverinë. Janë zgjedhje që kanë rrjedh për pasojë mos zgjedhje për qeverinë. Le ta shtroj një pyetje. Zgjedhje për qeverinë, to zgjedhje parlamentare. Kam një pyetje Artan. E si e zgjedh presidentin pa e konstituuar kuvendin? Po jo për konstituohet kuvendi. Pikpyetja është a qeveria presidenti, jo. Jo, s'ka pikpyetje, ka precedent. Unë mendoj që prapë se prapë të koalicioni kena mbe ardhë. Po pikërisht do të gjithsesi, por nëse kemi patur atë rrjedhë të gjërave në 2021-ën, besnik. Nuk është që jam marrë me këtë temë, sepse nuk kam besu që vim ka shpejt në një situatë të tillë, por gjithsesi kushtetutë nuk është të shkruar në një gjë të tillë dhe edhe unë bashkona mendimit që ndoshta më e marrë dhe më e mirë do të ishte mas pari kuvendi ajo gjithsesi të konstituohet. Pastaj presidenti ta nominoi kryeministrin dhe pastaj të vazhdojnë. Si është vendosur në 2021-ën rrjedha e gjërave? Ka qenë që kjo procedura. Si është vendosur nëse nuk është e përcaktuar në kushtetutë? Por me qenë se ka precedenti është rrjedhë logjike, sepse këto e kanë emrin zgjedhje parlamentare dhe prej qëti parlamentit, qësoj legislature, duhet me buru qeveria. Jo, çdo institucion tjetër. Jo, qeveria. Çdo institucion tjetër. Zgjedhjet nuk mohen kur po mojmë zgjedhje e rregullt. Zgjedhje e rregullt nuk mohen për president. Kemi me presidentit s'ka do mandati në vitin 2027 dhe hajde organizojnë nuk bënë këto. Bashkë për president kemi shka ko është presidenti për gjithsesi? Proceduralisht është e rregulluar tashmë se proceduralisht nuk është e rregulluar, po në rendin e gjërave kreu shtetit zgjidhet i pari pastaj qeveria. Në secilin akt gjykim kur ka folë për punën e kuvendit, kanë thonë me ju bind edhe praktikës që e ke një. Po, praktika, është bërimi se drejtës, praktika gjithësore. Nëse është kështu, atëherë praktikë, na veç e kem praktikën e kriminit. Vetë fakti që në këto zgjedhje... kohën e Vjosës Osmanit, vetë fakti që në zgjedhje dhe në fushat, partit garojnë me programe qeverisëse, me premtime se çka do të bënin nëse do të fitonin pushtetin, po dihet që rezultati, do të qëllimi kryesor i zgjedhjeve parlamentare është që të zgjidhen partit, do të zgjidhet pushteti, të zgjidhet qeveria. Ne tash jemi në këtë pozitë që natyrisht zgjedhjet për president nuk bëhen në kuti të votimit, po bëhen brenda kuvendit. Dhe në këtë rast, përveç qeverisë, ky konstelacion që do të krijohet, do të zgjedh edhe presidentin. Po, normalisht në përfushat askush nuk del që t'jap premtime formalisht
kur të bëhem president do ta bëj këtë, por nëse bëhem kryeministër do ta bëj këtë dhe këtë. Unë çka do të kisha prit prej partive politike, do të ishte mos përsëritja e këtyre 18 muajve të fundit. Dhe cila është mënyra për të bërë kjo, është që të gjitha proceset negociuse, të them, të tyre, të bëhen në mënyrë transparente. Do të thotë deri tani çka ka ndodhur, kemi pa takime me dyert të mbyllura me këtë parti, me atë parti, dhe kur nuk e kemi pas të qartë se kush vërtet çka tha, çka dha, çka ofroi e çka refuzoi. Do të thotë ka qenë absolutisht e paqartë dhe mbase një proces i cili i ka përngjaj jashtëzakonisht shumë procesit Brukselit, ku çdo herë kemi ditë që kanë hyrë në taku dhe kur kanë dalë secili ka thonë që ato që ka dash me thonë, dhe sikurse procesi Brukselit i cili nuk ka jep kur rezultate që janë prit, qashtu njëjtë edhe ky proces i këtyre negociatave, të them, për me arrit një marrëveshje mes partive nuk e ka jep. Do thotë çka do të kisha prit, mbas edhe kur diskutonim për atë se si po zhvilloi procesi për gjetjen e zgjidhjes në atë kohë, çka do të kisha prit është që të gjitha bisedimet që të bëhen në mënyrë transparente dhe të hapur, që ne do ta shihnim. Gjithsesi, ju po pajtoni gjithë që ky rezultat do t'i bëj pak më të përullur, le të themi, liderët e partijve. Do duhej t'i bënte. Në rast të duhej t'i bënte. Jam i sigurt. Për shkakun se para ca ditësh kemi patur një intervistë me zonjën Vjosa Osmani dhe ajo tha që deri në muajin dhjetor, pra deri pak para zgjedhjeve, Albin Kurti i kishte thënë se ka mbështetjen e tij për presidente. Dhe në momentin kur ndodhen zgjedhjet dhe Kurti pa rezultatin që pa, në atë moment, siç thot zonja Osmani, ndryshon qëndrimi dhe i thot, po tani mund ta kesh votën e gjithëve, po votën e vetëvendosjes nuk e ke. Pra, ajo la të kuptohej që, le të themi ajo arroganca e fuqisë që i dha dhjetori, e bëri, ishte shkaku kryesor pse ajo nuk mori mbështetjen. Në kuptimin që vetëvendosja llogariste tashmë se edhe presidentin do të mund ta bënte vet, me atë fuqi vote që kishte. Pra, kështu ishte vlerësimi i saj. Fuqia që elektorati i dha zotit Kurti në dhjetor, e bëri atë të jetë më koklartë, më rezistues në marrëveshje për presidentin dhe prodhoi këtë situatë që kemi sot. Pajtoni se ky numër do i ul këto... Spaku 2 deklarata publike të zotit Kurti i mojmen pas 28 dhjetorit, ku thoshte decidivisht që përparësi ka Vjosa Osmani. Kështu që çka thot ajo gjatë fushatës është diçka tjetër, çka kemi dëgjuar vetë është diçka tjetër. Nëse ka diçka që është bisedu në brapa dyrëve të mbyllur, atëherë ajo është mes tyre, ne nuk mund ta dimë sigurt. Kësaj që po i referohem tani, supozot që kishte ndodhur prapa dyrëve. Po, asaj që i referohem unë, që ka dëgjuar çdo njeri, është që zoti Kurti pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, së paku në 2 raste, ka thënë që përparësi ka zonja Vjosa Osmani. Kështu që nëse të kish qenë kundërta, ai s'kish pas nevojë të mirët ma gjë ndoshta në publik. Kjo po mendoj unë e një. Kështu që ajo që e dim sakt është që zoti Kurti e ka ripërsëritur nëse s'ka bëj edhe dje që pozicioni i tij është që të kemi një president konsensual apartiak. Ajo që kemi dëgjuar nga LDK, kemi pas kandidat për president në zgjedhje Brikenda. Po, veç nuk njihet formalisht në kushtetut, po, absolutisht po. Dhe në anën tjetër, PDK nuk ka qenë... Kandidati për president mundet me ndodhë vetëm brenda një procesi në kuvend, jo në kutit votimit. Sa do që ajo prezentohet ashtu. Po, edhe kryeministri njëj. Do të thot, në anën tjetër, PDK nuk e di nëse ka sqaruar ndonjëherë cila është preferenca atyre. Ajo që e dim në start është që nëse zoti Kurti e mban fjalën që e dha gjatë fushatës, atëherë ai do të synoj prapë që të ketë një kandidaturë konsensuale dhe neve na mbetet me shpresu që këto parti politike, që të katra këto, të ulën bashkërisht dhe të vendosin për një figurë konsensuale. A thoni që morën mësimin, le të themi, partitë politike dhe tani vërtet do jenë më konstruktiv, kuptimin që të prezentojnë emra, me të vërtet të shkojnë me emra, me oferta serioze, se cila. Për shkak se krejt akuzat që kemi dëgjuar kanë qenë
në këtë drejtim. Nuk po e shohim ku... Është lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje, po. Po nuk e di çfarë ka atje, çfarë po ndodh regjia, le të na tregoj. Nuk ka vetëm pamje nga atmosfera përballë shtabit qendror e kam përshtypjen. Derisa s'kemi zë, nuk e dim edhe nëse ka atmosferë, ose nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë, vetëm pamje. Atëherë, përderisa nuk ka diçka konkrete për ta lidhur direkt nga tereni. Do e kemi akën pas pak. Në rregull, ka rëndësi përqindja, po ka rëndësi edhe trupa votuese që një subjekt politik mbrin. Po zëm që unë po shë, partit thuaj se në përgjithësi po shënojnë rekorde të zeza për numër votash që po marrin. Po zëm, vetëvendosje tash mundet me mrime i marrë edhe dikun 50.000 vota që e qënë të 300.000 të këto preliminare. Partia Demokratike mundet me mri dikun edhe një 30.000 me marrë me i shu të 45, ose ka shumë gjasa me shënu rekordzi për numër të votash. Edhe LDK është veç 100.000 të ju bazun vota që kanë met, mundet edhe një maksimum një 10.000. Po numër total të votave ka rënje se cila parti? Se cila parti ka rënje shumë të padhe të votave, ndërka që në përqindje ne i shojmë këto shifra. Nuk po shojmë e numër si kanë qenë 2025. Tu nëse nisëm edhe në atë fakt, do thot Lidhja Demokratike ka rënje për 20% në krahasim me numrin e votave në krahasim me dhjetor. Partia Demokratike... Lëvizja vendosje po ashtu. Dhjetori ka pas 487.000 vetëvendosja, PDK-ja 300.000 që s'ka me mujtë. 192.000 e 403, LDK-ja 126.163, AK-ja 52.000 e 400 dhe shka, dhe lista sërbe 42.000 rrëth. Kjo po i bie që mungesa ose pjesëmarrja e ulët në votim e ka favorizu shumë edhe AK-n, se nështë na po dezorientohme, jo gjini, jo ashtu, jo kështu, po ka shumë gjasë që edhe kjo pjesëmarrja e ka favorizu shumë AK-n, të e pas një trup. Pra sa më e vogël pjesëmarrja të veçlit favorizon më shumë. Edhe po e dëshmon edhe kjo, sepse nëse ka mbri 52.000 herën e kalume, është larga asoj shifre tash. 42.000. 42.000. Edhe është largë sepse janë veç edhe 15. Ajo që vlenë është që në rast se do të kishim pjesëmarrje të madhe të diasporës, atëherë ndoshta zoti Kurti do të mërinte 60%. 15% i kësaj shifre, 15% që është 4, është 6.000 vota. Edhe 6.000 që i bje më pak se sa Nuk e di nëse po e sheni, po KQZ-ja pas ka vendos diçka tepër inovative, mund ta quaj, për shkak që po e vendos rezultatin e tanishëm, për shembull edhe preliminare të ajo ka qenë prej fillimi. Po, se po na jep një mundësi të mirë për ta parë këtë diskrepancën, apo qoftë në rritje apo në zvoglim të fuqisë. Për shembull në zgjedhjet të dhjetorit vetëvendosja kishte 49.34%, ndërkohë tash ka 43.72%. PDK kishte 20.98, tash ka 21.74 kur flasim. LDK kishte 13.57, tash ka 18.06. Aja që vlen e realen është numri i votave, jo përqindja. E kuptoj. Numri i votave është diametralisht i kundërt. Na numroj brikenda numrin e votave, pra kanë më pak vota e më shumë përqindje. Gjysë për gjysë nderi tash. Sidomos, ju e shini vetëvendosje ka 252.000 tash. Po e tha Besniku rekordizi i rënjes së votave, pra si fenomen. 150.000 ka qenë një pas zgjedhje kur e ka pas 147.000 me savoj men, po me gjithat edhe 150.000 nuk është një shifër që e bën krenar këtë parti. Gjithsesi, krejt çka na mbetet tani se po e shohim pak a shumë se si është situata e forcave reale aktualisht, mund të ndryshoj pagës, por jo drastikisht, si që po thoni edhe ju, dhe analizat që duhet bëjmë çfarë na pret. Koalicioni mund shumë sheni sërish mundësi më të përafërta, mundësi më të mëdha që me LDK-n të ketë koalicion vetëvendosja, apo eventualisht mund të ndryshoj diçka. Mund të ketë përafrime me PDK-n, me që imponohet zgjedhja e presidentit. Sa mund të jetë presidenti përcaktues që me patjetër duhet bën bashkë dy
më të mëdhejt për të dalë nga kriza institucionale. Nëse i marim për bazë vetëm këta numra aktual, me këta numra aktual nuk ka mundësi që të arrit 80 votë në kuvend vetëm i LDK-n. Do të tjetë e nevojshme që të ketë SPAK-u edhe AK-n në kuadër të një eventualisht marrëveshje. Ajo që thash më herët është që unë Po mirë, tani këtu, vetëm pak. A ma i për afërt do ishte një koalicion LVV-PDK apo LVV-LDK-AK? Cilën është një si mundësim më reale? Unë mendoj që PDK dhe AK nuk janë mundësi as pak që t'jenë në një marrëveshje koalicioni. Jo, pyeta, a është më e mundur LVV-PDK apo LVV-LDK-AK? Cila është më e mundur nga këto formula? Unë po them që LVV-PDK është gati se e pa mundur. E pa mundur. LVV u hyn edhe AK-ja gati se e pa mundur. Mendoj që nëse nisemi nga ato që i kanë thënë ata vetë, sidomos AK ka qenë shumë e zëshme që do t'jetë kundër çdo mundësie që t'jetë pjesë ndonjë marrëveshje me lëvizjen vendosje, kështu që... Po pas zgjedhjeve dhe i ndryshojnë. Po, mbetet të shihet, nuk kemi pa shumë ndryshim të ata dhe pas zgjedhjeve të kaluara. Ajo që shihet, ajo që thash në fillim më herët është që nëse nisemi nga ajo që tha dhe zoti Kurti edhe dje edhe gjatë tërë fushatës është që ai dëshiron një kandidat konsensual. Nëse dëshiron kandidat konsensual, organizon një tryezë të rrumbullakët me gjitha partitë parlamentare pas këtij procesi zgjedhor, vendosin i bashkërisht me gjitha partitë, jo me partive që veç ose me disa parti takona me disa jo, tako me gjitha partitë, vendose si temë diskutimi një kandidaturë konsensuale, le të ofrojnë dhe tjertë në tjetë transparent ashtu si përmend më herët, pastaj aty askush nuk mund të ikë përgjithsisë, thotë jo,